Me media nga Arena Kombëtare. Sot do të jemi me dy futbollistë të Kombëtares, Elseid Hysaj dhe Qazim Laçi, të cilët do t'i përgjigjen pyetjeve të gazetarëve për përgatitjet e 2 ndeshjeve të qershorit. Fillojmë? Po. Me pyetjet për Hysajt, lutem. Elvis Regja, Supersport. Elsi, si do ta përjetojmë këtë ndeshje me Serbinë, duke patur parasysh dhe marrëdhëniet midis dy vendeve, por edhe ato se çfarë ka ndodhur në 2014-ën? Si e kalutin e mirë. Besoj që kjo është një ndeshje e rëndësishme, si që dim gjithë, sepse janë një ndërkundërshtarët më direkt me ekipin tonë, po besoj që marrëdhëniet ndaj vendeve tona dhe të tyre nuk duhet të himi ne futbollistat në këtë marrëdhënie, sepse ka kush merret me këtë punë. Ne duhet mendojmë thjesht që të luajmë ndeshjen tonë, të jemi koncenstruar, të jemi të qetë, ta dim që është një kundërshtar direkt, si thash përpara, dhe mos mendojmë për problemat të nasjellësi që mund të kenë. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sports. Elsi, ashtu siç e kemi përmendur her pas here, por edhe në ditën e sotme, kjo është një sfidë shumë e rëndësishme, jo vetëm në aspektin sportiv, por edhe në aspekte të tjera jashtë fushës. Ju jeni ndër lojtarët më me eksperiencë dhe më të vjetër të kombëtares tonë. Mendoni se keni një rol kyç në ato që duhet t'ju thoni lojtarëve të paktën në aspektin psikologjik, për sa i përket kësaj sfide të rëndësishme që mbarts emocionet e tjera përveç asaj në fushën e lojës? Faleminderit. Po, gjithë futbollistat janë koncentruar, e dinë mirë se kjo ndeshje është shumë e rëndësishme si për ne, për futbollin dhe si jashtë futbollit, sepse ka shumë tifozë që po e presin me zor këtë ndeshje. Po normal që kam folur me disa lojtarë për lidhjet tona që kena pas dhe për ndeshjet e kaluara që kemi luajtur bashkë dhe gjithë e kanë pa historinë, e dinë historinë e Shqipërisë. Kështu që thjesht i kam thënë që të jemi sa më qetë mundun dhe të bëjmë ndeshjen tonë më të mirë që mund të japim në fushë. Elsi, kjo është një ndeshje me specifik të veçantë dhe kjo dihet. Bën mirë presioni i madh te lojtarët apo është një motivim më shumë në një sfidë të tillë me Serbinë flas? Dihet edhe rëndësia e ndeshjes dhe kjo ngarkon shumë aspektin psikologjik në këmbët tuaja, por në krahun tjetër mund të jetë dhe një motivim më shumë. Po, besoj që është kjo që theti që është një presion i madh mund të jenë, po besoj që ky presion do jetë shumë i vlefshëm për ne për të zbritur në fushë me më shumë fort dhe kurajë, sepse është një ndeshje, si thash, normal që është një ndeshje e veçantë, po është edhe një ndeshje futbolli. Duhet të dimë gjithë që këto janë ndeshje futbolli që duhet të him fushë me qetësi dhe të bëjmë më të mirë për të marrë një fitore dhe 3 pikë. Enrico Gaba, Euronews Albania. Hysaj, ke qenë pjesë madje si titullar në 2 ndeshjet 14 dhe 15. Mendoni se duhet një mënyrë e veçantë, paktën edhe nga ju personalisht për shokët e skuadrës për t'i motivuar në këtë përballje, apo le ta marrin si një ndeshje, le të themi, për ta lënë pak jashtë të ngjyrat qoftë nacionaliste, por edhe deri diku politike? Faleminderit. Po, besoj si gjithë e kanë pa atë ndeshjet që kemi luajtur ne atje dhe nuk është një imazh i bukur, për futbollin. Normal që nuk duhet ndodhe ashtu siç ndodhe në ato kohë atëherë, po le ta dim që është një ndeshje shumë e rëndësishme, si thash përpara, është një ndeshje që luajmë për shtetin tonë, për tifozat tonë, për kombin tonë dhe nëse ne fitojmë mund të jetë një krenari e madhe për ne, po thjesht duhet të jemi edhe të qetë që ta kuptojmë që okay, jemi duke luajtur kundër Serbisë dhe mund të jenë shumë gjëra anasjelltas futbollit që mund flitet, po ne duhet mendojmë thjesht për profesionin që bëjmë ne jemi futbollista, jemi këtu për kënaqë tifozët dhe për të luajtur për ndeshjen për ta fituar. Elsi, këto pyetjet jashtë fushës i konsumuan kolegët, edhe unë mendoj ashtu si ty që nëse ne do të bëjmë një ndeshje futbolli, të luajmë futboll, ne çtonën do t'i mundim ata. Ky është mendimi im personal, po si e gjetet ti ekipin dhe si jeni ju nga ana fizike, taktike, teknike, duke ditur që kampionatet sapo kanë mbaruar, si e ti personalisht dhe antarët e tjerë të kombëtares? Faleminderit. Po, normal që duhet të mendojmë si thellë ti për një ndeshje futbollit. Unë e gjendem mirë sepse u riktheva nga një dëmtim që kishe, tash ndihem shumë mirë. Gjithë qunat janë mirë sepse si ti është në fundin kampionatit, marrë një kampionat, ndoshta mund të jemi edhe të lodhur dhe kështu, po nuk besoj, unë kam pa qunat stërvitje, janë gjithë koncentruar sepse si thash përpara është një ndeshje e veçantë, një ndeshje që duhet ta luajmë me zemër dhe shpirt siç kemi bërë gjithmonë, po dhe jemi të qetë sepse me vërtet mund të jetë një tifozëri e zjarrt, po ne duhet të jemi të qetë në fushën tonë dhe ta mendojmë mirë kur të jemi në fushë. Elsi, duke rikujtuar pak deklaratën e trajnerit Silvinjo, i cili u shpreh që e njeh shumë mirë historinë e përballjes me Serbinë. A keni marrë ndonjë udhëzim të veçantë nga trajneri lidhur me këtë përballje?
Jo, thjesht trajneri bën punën e tij gjithmonë na mand me atë mendimin që duhet jemi sa më qetë, mos ta marrim me shumë presion të ndeshje, po besoj që jemi gjithë profesionistë, jemi gjithë të rritur dhe të maturuar që ta kuptojmë rëndësinë e ndeshjes. Gjithsesi ne e dimë që Serbia ka lojtarë të fortë, ka një skuadër fort, ne kemi luajtur dhe në kampionate kundër atyre disa lojtarëve që luajnë në Serie A si dhe jashtë Serie A. Dhe ato dinë për ne se jemi një skuadër që mund të luftojmë dhe mund të fitojmë këtë ndeshje. Elci, përshëndetje. Nuk do ty fare tek pjesa se çfarë përfaqëson një Shqipëri-Serbi, po sa të rëndësishme janë këto 3 pikë në llogaritë e përgjithshme të asaj që duhem të arrijmë për këto eliminatore të botrorit. Po, gjitha ndeshjet e grupit tonë janë të rëndësishme, po besoj si unë e di dhe gjithë e dim që kjo është një ndeshje direkte për ne, sepse mund të jenë kundërshtarë që mund të luftojmë dhe mund të kemi diçka më shumë se ata, sepse e dim gjithë që Anglia është një skuadër shumë e fortë, që nëse fiton ose barazon mund të jenë një mrekulli, po kundër Serbisë besoj që mund të luajmë letrat tona, mund të luajmë shumë mirë dhe mund kemi shumë mundësi për ta fituar ndeshjen. Këto ishin pyetjet